Unë mendoj që këtu tash është një farë programi i qeverisë për ndërtimin e kopshteve publike. Edhe mendoj që ndonjëherë po është tepër rigjid sepse në zonat rurale po ndërtohen kopshte sipas standardeve me 80 fëmijë, me 120 fëmijë, të cilët në atë mjedis nuk janë fare, ose shumë shpejt nuk do të jenë në atë numër. Prandaj konsideroj se sa i përket sektorit publik, është mirë që në shkollat, pastaj do të flasim edhe për të kurrjen demografike në përgjithësi besoj, në shkollat fillore në të cilat po lirohen gjithnjë më shumë klasa, të hapen edhe klasa për edukimin parashkollor. Sepse aty fëmijët nuk është e thonë të vinë në orën 8 dhe dalin prej aty në orën 4. Ndonjëherë në shumë shtete, do me thonë fëmijët kalojnë nga 2-3 orë në edukimin parashkollor, sidomos në ato raste kur nanat e tyre nuk punojnë. Dhe në zonat rurale të ne kjo është goxha e zakonshme që të mos punojnë dhe thjesht punojnë, po merren me punë të shtëpisë. Po, me punë të shtëpisë, në rregull. Po do të thonë na tash edhe sipas statistikave të punësimit dikun rreth 70 diçka % të grave i kemi jo aktive në tregun e punës. Do të thonë as nuk punojnë, as nuk kërkojnë punë. Tash një pjesë e tyre shkollohen, është shumë normale, se merret mosha 15 deri në 65 vjeç. Mirë po, një pjesë tjetër thjesht ose për kujdesen për fëmijë, ose për kujdesen për familje, ose për ekonominë familjare, ose kështu. Do me thonë, kjo do të ishte një rrugë që do të duhej të bëhej në zonat rurale që të shtohet pjesëmarrja. Sepse në zonat rurale nuk ka shumë edhe interes për hapjen e qerdheve private, për shkak të numrit të vogël të fëmijëve. Edhe për shkak se është shtrajt edhe nuk... Tash, në zonat urbane, aty deshta me dalë, ku ka një mundësi më të madhe për hapjen e kopshteve private, mendoj se dërgimin kopshte private mund të stimulohet përmes subvencionimit të prindërve. Se prindërit paguajnë edhe në kopshtin publik, paguajnë edhe në kopshtin privat. Tashti. Po pagesa në publik është po, më e vogël. Po, unë sa kam pa edhe kjo qeveria ka plane të tilla, të paktën janë deklaruar në fushat, që të subvencionohen prindërit të cilët i dërgojnë në kopshtin privat deri në nivelin e kostos së kopshtit publik, në mënyrë që pastaj atyre t'ju lehtësohet edhe vendimi se shumë prej tyre punojnë me paga mesatare dhe nuk kanë mundësi t'i paguajnë ato kostet e larta.